Aksi rrugor Çabuall Bulqize Vjetër vijon të jetë në gjendje të degraduar. Ky segment rrugor më parë ka qenë në inventarin e autoritetit rrugor shqiptar, por ky i fundit e ka hequr pas ndërtimit të rrugës së Arbërit. Megjithatë, ky segment mbetet i rëndësishëm jo vetëm për qytetarët që lëvizin drejt Martaneshit, por edhe për subjektet minerare që punojnë në ato zonë. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë që vetë kompanitë mineral nxjerrëse të kontribuojnë në shtrimin me asfalt të këtij segmenti, pasi sipas tyre nuk ju kushton më shumë se një makinë mbushur me krom. Ata shprehen se kompania që shfrytëzon më së shumti këtë segment rruge është Alp Krom, e cila kalon me 10 ton krom çdo ditë, ndaj dhe duhet të kontribuojë jo vetëm për komunitetin, por edhe për automjetet e saj që kalojnë aty 2 herë në ditë. Po flisim për këtë rrugë këtu. Kjo rruga është merrsisht problem. Na shkatron nga makina. Nuk është një gjë e madhe, 500 metra i gjys kamioni me krom i firmës ai rregullon rrugën. Çe, shifi makinat vet, na janë bë makinat cop. Nuk e di çfarë të them për këtë lloj shteti. Kjo pjesa prej këto është shumë problem. Tani ti e gjithë kemi njerë kromi, mas bëjt së asfalt. Prej këto o torp, që kjo pjesë që kalon me qindra minator, kalon brinjët, baba im, migja im, gjithë, kalon brinjët këtë minjerë. E mas bëjt së pruk, o torp. Qa makin kromi marrë, me gjithë të pronarë, sa fonde, sa ore, o puna atyne, po i pjesë rrugë, çdo kush që vje këto, edhe tu që vinë, e shofin ku o minjere e Bulqizës, shofin këtë pjesë rrugë, o shtulje për shtetin tonë, për ne. Kujt ja ve fajin, kujt i themi që e ka fajin, a kia, nuk e di. Unë se kuptoj me gjithë të pronarës, sa investimi janë bon Bulqizë, sa pronar ka Bulqiza ma bëjnë 300 metrëve në rrugë o torpë. Nga mungesa e investimit dhe mirëmbajtjes ndër vite në këtë segment janë krijuar gropa të mëdha që bëjnë thuajse të pamundur lëvizjen e automjeteve të vogla dhe të vështirë kalimin e mjeteve të rënda.